Mirë, ndalemi tani në të tjera zhvillime, shkojmë nga ambientet jashtëmet SPAK dhe GKK në raportimin e koleges Keti Banushi. Ka pasur sot dy seanca, por që janë shtyrë të rëndësishme për zotin Meta dhe zotin Veliaj. Keti, përshëndetje, cilat kanë qenë arsyet e shtyrjes së seancës paraprake për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj që ishe parashikuar seanca në orën 10. Përshëndetje Nertil, në fakt shkak për shtyrjen e seancës janë bërë dy arsye, është mungesa avokatit të një prej të pandeorëve, i cili ishte në një proces tjetër. Ndërkohë, zoti Veliaj ka ndryshuar edhe mbrojtësin ligjor, pra në vend të Artur Selmanit, i cili bashkë me Emir Betën e kanë mbrojtur deri tani në procesin penal që është në gjykatën e posaçme, tashmë mbrojtjen do ta marrë avokati Artan Gjermeni. Pra është një mbrojtës i cili është legjitimuar ditën e sotme, ai padyshim ka kërkuar kohë të njëjtë me aktet, por ndërkohë seanca është shtyrë edhe për arsye se mungonte edhe një avokat tjetër. Pra kjo ka qenë shkaku i shtyrjes së seancës paraprake për zotin Veliaj. Ai nuk ishte i pranishëm ditën e sotme, nga të pandeorit ka qenë vetëm Elman Abule i pranishëm, i cili është në masën arrest shtëpie, ndërkohë që të pandeorit e tjerë janë përfaqësuar me avokatët të mbrojtës. Seanca e radhës është lënë në datën 12 nëntor, ku avokati e ka kohë të mjaftueshme për të njohur me aktet dhe materialet e dosjes, dhe më pas do të vijojë seanca paraprake ku gjyqtarja e Tleva Deda, e cila ka marrë me shorti është caktuar kjo dosje, do të vendosë nëse do ta kalojë çështjen për gjykim apo do t'ja rikthej sërish prokurorisë posaçme për hetime të mëtejshme. Nga informacionet që kemi, asnjë nga të pandeorit nuk do të kërkojë gjykim të shkurtuar, çka do të thotë që do të kemi një seancë dhe një proces të gjatë edhe në këtë dosje. Që do të thotë, në rast se nuk do të ketë mungesë të ndonjë avokati të personave të tjerë më 12 nëntor në seancën që u vendos sot, do të merret një vendim nëse dosja do të kalojë për gjykim apo jo. Asaj nuk i dihet, pasi kemi patur dhe raste të tjera ku seancat paraprake ndonse duhet jenë të shkurtra, kanë zgjatur me muaj, kemi rastin Partizani që zgjati 7 muaj, pra janë ose rastin Beqa që zgjati afërsisht një vit, kështu që pritet kërkesat e avokatëve në fakt çfarë do të kërkojnë në seancat paraprake, vendime që do të marrë gjykata, pra nuk më thoj që do të kemi një vendimarrje në datën 12 nëntor, ndoshta mund të kemi në ditën në vijim një vendimarrje në sa i takon kësaj dosje, por dhe dosjeve të tjera.